Majlinda Bregu ka mbajtur pozicione kyçe në politikën shqiptare. Ajo është nga ato politikane që bie në sy jo vetëm për formimin, por edhe për kujdesin që tregon ndaj vetes. Në fotot e shkëputura nga paparacët, shihet se Majlinda vijon të ketë një veshje klasi ndërkohë që tregohet e kujdesshme edhe me peshën trupore. Përtej politikës dhe angazhimeve të saj, interes ka patur gjithmonë për jetën private të ish-deputetes. Ajo është nëna e 2 fëmijëve, një vajzë dhe një djali. Vajza quhet Keida, ndërsa djali Enes. Por ajo që bie më shumë në sy është fakti se Majlinda e mban tejet hermetike jetën e saj private. Por kush është bashkëshorti i Majlindës? Lidhja e tyre ka qenë fare rastësore në ambientet e punës. Majlinda në ato vite punonte në radio televizionin shqiptar si spiker e lajmesh dhe gazetare dhe në të njëjtin vend punonte edhe bashkëshorti i saj, Nami Kajazi, i cili ishte po ashtu gazetar në radio televizionin shqiptar. Ka qenë një rastësi që të dy dolën për të xhiruar me të njëjtin operator, por për tematika të ndryshme. Ajo vajzë energjike, simpatike dhe e shkafët e bëri për vete gazetarin dhe pas këtij momenti ai vendosi ta bëj për vete. Dhe kështu u bë. Filloi një ndjenjë e bukur dashurie, e cila u finalizua me martesë. Çifti kanë 25 vite martesë, edhe pse Majlinda për shkak të angazhimeve profesionale i duhet të qëndrojë për një kohë të gjatë jashtë Shqipërisë, duke se distanca nuk e ka zbehur as pak dashurinë. Por ju, çfarë mendoni për çiftin Bregu-Ajazi? A është ky shembulli një dashurie të qëndrueshme në kohë moderne? A mendoni se figurat publike duhet të ruajnë jetën private kaq hermetikisht? Shkruani mendimin tuaj në komente.